Ore, a keni numrin e telefonit t'i thrisni asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo? Dhe na këshin nxjerr video, dje që në Europa, por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në për spitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në Lushnjë. Prap nuk hyet në Europë kur nuk ka eko në Lushnjë për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i çojmë fjera, po na dalin lushnjarë gjithë fjerak. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blic, se nuk merret vesh çfarë është Europë apo çfarë mund tjetë. Nuk merret vesh kur nuk ka ashensor për të ngjitur maternitet ka 3 lindin gratë të shkallëve. Nuk ka ashensor të pediatria ku urgjenca pediatrisë ka 4. Burre grua bëjnë me radhë në 2 kate se japin shpirt rrugës. Llamba jo. Pra edhe me listën e medikamenteve që prestja them shumë kur t'i vi gati interpelanca. Kështu që nuk hyet në Europë vetëm se ka vënë. Faleminderit.